Pse disa informacione klasifikohen si konfidenciale? Të gjitha proceset gjyqësore në dhomat e specializuara të Kosovës janë publike. Gjykatësit mund të vendosin që disa seanca gjyqësore të jenë private apo të mbyllura, të urdhërojnë klasifikimin e disa pjesëve të dokumenteve si konfidenciale apo redaktimin e informacionit për të mbrojtur dëshmitarët, viktimat ose pjesëmarrës të tjerë në gjykim. Këto vendime, gjykatësit i marrin pas një shqyrtimi të kujdesshëm dhe rast pas rasti. Kërkesat për këto masa mbrojtëse i parashtrojnë mbrojtja dhe prokuroria. Secila palë kanë të drejtën të shprehin mendimin e vet në favor ose kundër masave mbrojtëse të propozuara, para marrjes së vendimit nga gjykatësit. Gjykatësit rishikojnë rregullisht dokumentacionin e çështjeve gjyqësore dhe materialet konfidenciale i bëjnë të disponueshme për publikun deri kur nuk është më e nevojshme që ato të mbeten konfidenciale. Dhomat e specializuara të Kosovës janë transparente në lidhje me proceset gjyqësore dhe të gjitha seancat publike mund të ndiqen përmes internetit në faqen e internetit të dhomave të specializuara të Kosovës në gjuhën shqipe, serbishte dhe anglishte. Seancat mund të ndiqen edhe nga galeria për publikun. Video incizimet e seancave të mbajtura, si dhe videoklipet informative si ky, mund të shikoni në faqen e internetit ose në kanalin YouTube të dhomave të specializuara të Kosovës.